Është zbardhur dinamika e ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e së dielës në një berberhan në Rrill të Lezhës, ku si pasojë një shkëmbimi zjarri mbeti i plagosur pronari i saj Sokol Daci, e po ashtu dyshohet të ketë marrë plag në këmbë dhe 21 vjeçari Meraldo Nikulaj, antar i një familje të përfshirë një zinxhir hakmarrjesh. 3 vite më parë Ardian Nikulaj, sipërmarrës, u vra në lokalin në hotelit të tij në Shëngjin. Të 7 persona të cilët shkuan në berberhane janë prezantuar si polic, të kamufluar dhe me kapuç në kokë. 5 prej tyre ishin të armatosur me armë zjarri automatike, ndërsa 2 të tjerë të mbanin shkopinj bejsbolli. Nga veprimet hetimore të kryera dhe këqyrja e kamerave të sigurisë, rezulton se autorët kishin për qëllim dhunimin e 21 vjeçarit Nikulaj, me të cilin kishin pasur konflikt gati një vit më parë. Por në ambientin e berberhanës, ku Nikulaj po qethej, janë përballur me të shtëna me armë zjarri. Sipas të dhënave, krahas efektivit të policisë Besart Kovaçi, dyshohet se ka qelluar me armë edhe vetë 21 vjeçari Nikulaj. Një prej antarëve të grupit të atentatorëve është kundër përgjigjur me breshëri automatiku. Plumbat kapën Dacin, i cili u transferua në spitalin e traumës në Tiranë, ndërsa 21 vjeçari Nikulaj, i cili dyshohet po ashtu të jetë plagosur, është zhdukur pa lënë gjurmë. Nikulaj bashkë me 3 nga grupi agresorëve Geraldo Noka, Eliseo Ndoka, Kevin Ndoka, janë shpallur në kërkim. Ndaj tyre janë ngritur akuzat të vrasje me dashje e mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje e armëve të zjarrit dhe municionit. Më herët me urdhër të prokurorisë u ndalua dhe polici 24 vjeçar Besart Kovaçi, i dyshuar për shpërdorim detyre. Nga zbardhja e plotë e ngjarjes rezulton se bëhet fjalë për një përplasje me armë zjarri mes palëve, si pasojë një konflikti të mëparshëm të ndodhur në muajin mars 2025 në zonën e Kunës në Shëngjin. Në atë kohë pjesëtar të fisit Nikulaj janë konfliktuar fillimisht verbalisht dhe më pas kanë përplasur qëllimisht me automjet 2 pjesëtar të fisit Ndoka, të cilët po lëviznin me motocikleta.